realisht këto janë pasoja të një qeverisje të papërgjegjshme. Të gjitha këto punë kanë mund të mbyllen shumë më herët, bile edhe rasti kur u dërgua për ligjin në Komisionin e Venedikut, e kam pas, tash e shohim është deputeti i BDI-s, e kam pas mundësinë, ai ishte kryetari i gjykatës kushtetuese, ka mund në mandat të tij ta zgjedh këtë problem dhe mos merremi sot me këtë punë, po fatkeqësisht ja që neve na mbetet që të miremi me punën të cilët i kemi trashëguar. Kjo që e bën gjykata kushtetuese është, mendoj, jashtë çdo logjike dhe jashtë çdo norme njerëzore para së gjithash. Mua më gëzon fakti që i shoh gjykatësit kushtetues shqiptar që kanë vendosur që mos marrin pjesë në këtë seancë, që realisht më gëzon shumë. Sepse nëse sjelli një vendim që duhet të revidohet komplet ligji për gjuhën shqipe, unë mendoj se kjo do të jetë situatë jo shumë e mirë, edhe për shqiptarët, po edhe për shtetin në përgjithësi, sepse stabilitetin e këtij shteti e krijojnë dy popujt kryesor, edhe atë populli shqiptar dhe populli Maqedonas, të cilës bashku janë 90%. Çdo një raport jo i mirë mes dy popujve kryesor në Maqedoni, unë mendoj se krijon telashe tërë shtetit. Kështu që uroj dhe shpresoj që sa më shpejt dhe më 11 dhjetor që të kemi një vendim të arsyeshëm të gjykatës kushtetuese, e cila nuk do të shkaktojë telashe funksionimit të përditshëm të shtetit. Opozita shqiptare as pak nuk e ka telashin e gjuhës, këtë garantoj, them me plot përgjegjësi. Ato e kanë telashin e përgjegjësisë që duhet të dalin para drejtësisë, i kanë sinjalet e para se po hetohen dhe këtë e kanë telash. Se ta kishin këtë problem, unë mendoj se deputeti tyre i sotshëm, Sali Murati, i cili ka qenë kryetari i gjykatës kushtetuese, ka mund ta zgjedhë derisa ishte kryetari i gjykatës, kështu që BDI-ja e ka vetëm blluf. BDI-ja e ka veç për të defokusuar prej telasheve të veta që i ka.